Këshilli i Ministrave ka miratuar në mbledhjen e një ditë më parë marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Polonisë për sigurimet shoqërore. Marrëveshja u miratua në parim dhe vendimi hyn në fuqi menjëherë. Së fundmi u miratua dhe pritet të hyjë në fuqi marrëveshja për njohjen e ndërsjellë të kontributeve për pension mes Shqipërisë dhe Italisë dhe nis nga zbatimi në muajin qershor. Nga kjo marrëveshje pritet të përfitojnë mbi 500.000 shqiptar dhe një numër i lartë i shtetasve italian. Që prej vitit 2005 deri më tani, Shqipëria ka nënshkruar një sër marrëveshjesh në fushën e sigurimeve shoqërore, ndër të cilat me Turqinë, Belgjikën, Hungarinë, Luksemburgun, Çekinë, Maqedoninë e Veriut, Gjermaninë, Austrinë, Bullgarinë, Kanadan, Rumaninë, Kosovën, me Konfederatën e Zvicrës dhe me Kroacinë. Pritet të hyjnë në fuqi edhe marrëveshjet me Malinezi dhe Bullgarinë, ndërsa janë në proces marrëveshjet me Poloninë e Serbinë dhe kanë shprehur dakordsi për fillimin e negociatave vende si Slovenia, Spanja, Danimarka, Moldavia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Qeveria është në proces të përparuar për marrjen e dakordësisë për fillimin e negociatave me Francën. Me Greqinë mbijon debati teknik, pasi është një proces i gjatë dhe i vështirë. Me Letoni negociatat nisin në prill. Në proces janë edhe negociatat edhe me Sloveninë dhe Moldavinë. Me Izraelin është rënë dakord, por rakordohet agenda që u çon numrin në rreth 27 deri në 28 marrëveshje në lidhje me sigurimet shoqërore.